Pagesat në euro, transfertat e të cilave nuk kanë tarifa shtesë gjatë muajit mars të këtij viti pësuan në rritje. Banka e Shqipërisë raporton se gjatë muajit të shkuar u kryen rreth 28.000 transferta në total, duke shënuar një rritje me 3% në raport me muajin shkurt, sa i takon vlerave të pagesave të transferuara në monedën euro. Nëpërmjet këtij sistemi, në 3 muajt e parë të vitit u transferuan më shumë se 1.3 miliardë euro, ndërsa sipas historikut të dhënave për gjatë 3 mujorit të parë të vitit aktual, rezulton se në muajin shkurt u realizua numri më i lartë i transaksioneve. Sipas ekspertëve, një situatë e tillë tek transaksionet për individ shihet si një lloj treguesi për përdorim masiv të monedës europiane, kryesisht në blerje apo pagesa shërbimesh. Qarkullimi i lartë i monedës euro ka zhvlerësuar pozitën e saj në raport me lekun, duke e mbajtur për një kohë të gjatë në nivelin e 100 lekëve. Euro e mbylli javën duke rifituar pikë në raport me lekun, e duke u këmbyer me 99.47 lekë.